3 mënyra për të ulur kolesterolin deri në 40%. Përpara se të fillojmë me videon, na bëni subscribe. Shkaktarët e kolesterolit janë të shumë dhe të ndryshëm. Këtu përfshihet ushqyerja e keqe, mungesa e aktivitetit fizik, por edhe stresi. Kur kolesteroli është i lartë, por niveli i trigliceridëve është normal, atëherë stresi është përgjegjës për këtë situatë. Kur niveli i trigliceridëve dhe i kolesterolit janë të lartë, atëherë faji i takon sheqernave dhe tiroides. Nëse kolesteroli është i lartë për shkak të stresit, medikamentet kundër kolesterolit nuk janë efikase dhe sekreti në këtë rast qëndron tek ushqyerja. Një gjysmë molle e kuqe në ditë. Molla e kuqe ofron antioksidantët më të mirë. Ajo është gjithashtu e pasur me fibër, flavonoid dhe ushqyes të tjerë. Frutat në përgjithësi kanë një ndikim të fortë tek njerëzit që ruajnë një nivel i lartë i trigliceridëve dhe shkaktojnë dhjamosje të mëlçisë. Për këtë shkak, ekspertët rekomandojnë që të konsumoni vetëm një gjysmë molle të kuqe në ditë kundër kolesterolit. 3 çerek filxhani me copa panxari. Fibra tek panxari është e domosdoshme për mbajtjen nën kontroll të kolesterolit dhe shëndetit të zemrës, pavarësisht nivelit të trigliceridëve. Panxari përmban shumë fibër dhe ushqyes të rëndësishëm që ndihmojnë zemrën, mëlçinë dhe trurin. Një karrotë mesatare. Karrotat janë të shkëlqyera për zemrën dhe për sistemin tretës. Ato janë të pasura me fibër, beta-karoten, antioksidant, vitamina dhe minerale. Karrotat e përmasave mesatare përputhen më së miri me gjysmën e mollës dhe copat e panxarit, duke ofruar kurën ideale me 3 përbërës kundër kolesterolit të lartë. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit.